Këto janë pamjet e rënda të aksidentit tragjik me 2 viktima që tronditi këtë të mërkur Tiranën. Ngjarja ka ndodhur në Unazën e Madhe, në afërsitë rreth rrotullimit të Tegut. Një betonieri është përplasur me një automjet, ku si pasojë e përplasjes, betonieria ka çarë barierat metalika mbrojtëse të rreth rrotullimit dhe ka rënë në nivelin e poshtëm të aksit rrugor Teg-Elbasan në drejtim të Elbasanit. Syri Televizion ka siguruar videon e momentit kur betonieria është përplasur dhe ka çarë barierat mbrojtëse. Përpasoj, personat që udhëtonin me betonieren kanë humbur jetën. Shtetasi egjiptan Mohamed Lotf ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa Mohamed Ali është transportuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore, ku dhe ka humbur jetën pasi nuk arritur të mbijetojë plagëve të mara. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit tjetër, shtetasi Roland Nuri, është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë dhe grupi hetimor po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit. Ky aks rrugor prej kohësh është kthyer në një burim aksidenti, teksa 3 vite më parë, në të njëjtin vend, kanë humbur jetën tragjikisht 3 të rinj, 20 vjeçari Klevis Ruçaj, i cili ishte edhe shoferi i mjetit Audi të aksidentuar, dhe 2 pasagjerët, Erisilda Abedini 22 vjeça dhe Sikela Proj 23 vjeça. Automjeti tip Audi A8 i drejtuar nga Ruçaj ka dalë nga rruga në atë kohë, posi në ngjarjen e kësaj të mërkure dhe ka çarë ekurat rreth rrotullimit pranë Teg dhe ka rënë autos